Për të përkujtuar 100 vjetorin e lindjes së një prej pinjollëve të fundit të Gjomarkajve, Prenk Gjomarkun, u zhvillua në orosh të mirëditës një ceremoni përkujtimore për nder të tij. Miq, familjar e përfaqësues të pushtetit vendor e lokal përkujtuan kalvarin e burgjeve komuniste të Prenk Gjomarkajt dhe rezistencën antikomuniste të dinastisë së Gjomarkajve me 74 familjar të vrarë, të burgosur e të internuar. I biri i Prengës, Filipi, i internuar qysh në moshën 5 vjeçare në kampin e Tepelenës, tregon për shtypjet për kujtimet e tij të fundit me të atin. Në momenti i fundit kur vdiq, ai ka dhënë një mesazh, tha unë jam i lumtur që po jetoj, tha, bona 30 burg për me qeja në familjen time, në miqtë e mi, nuk po më hopet varri sepse vllai i tij, Mark de Gjomarku, është dhënë militar, vjen militar, ka qenë student, i bëj thirrje gjithë instancat shtetërore që paktën ta 5000 sa, nuk e di sa është numri, por që na i gjonit paktën të vëmë një varr që kemi komi çak, kemi komi voni të besishim të bësot për babën tem që është 100 vjetori i lindjes. Ndërsa kreu i Institutit të Studimeve të Krimeve dhe Pasojave të Komunizmit në Shqipëri Agron Tufa, shprehet se historia komuniste ishte vetëm një gënjeshtër që nuk i kursente njerëzit që aspironin për liri, siç ishte edhe Prenk Gjomarku. Këtu zbulohet edhe thelbi atyre njerëzve që kanë trashëguar kujtesën dhe bëmët e paraardhësve, të cilët kanë shumë të shtrenjtë identitetin, emrin e familjes, sepse ajo përmbledh gjithë kujtesën e paraardhësve, të cilët kanë luftuar dhe vdekur për liri dhe pavarësi të Shqipërisë apo për ndërtimin e shtetit të parë shqiptar. Ky është një prej përfaqësuesve të derës së Gjomarkajt që i përmbledh simbolikisht vujtjen e 74 të tjerëve. Deputeti i zonës së Mirditës Mark Marku, në emër edhe të mazhorancës qeverisë, ban një tjetër qëndrim për sa u përket premtimeve të pavërteta që partia opozitare zëtohet për shtresën e të përndjekurve politik. Partia Socialiste përfaqëson në një farë mënyrë, pavarësisht po them asaj çfarë deklarohet, përfaqëson pikërisht atë pjesë të regjimit e cila i ka përsekutuar këto po themi këtë kategori. Dhe në këtë kuptim nuk mund të presësh që kjo pavarësisht deklaratave politike dhe pavarësisht po them atij dimensionit politik të deklaratave, nuk mund të presësh që restaurimi i të kaluarës të bëhet pikërisht nëpërmjet asaj shtrese që i ka krijuar gjitha pasojat negative të regjimit komunist. Historia e Prenk Gjomarkut është jo vetëm historia e një personi apo një dinastie fisnike, por është edhe historia e të gjitha dyerve të mëdha vetare që u përsekutuan nga diktatura komuniste. Kujtesa e gjenocidit komunist mbi këtë familje është edhe një apel për të mos harruar kurrë çfarë ka ngjarë dhe që përvojat e hidhura të shndrohen në vetdije historike.